Shqipërisë do t'i duhen afërsisht 20 vite për të kaluar në klasifikimin si vend me të ardhura të larta, referoi raporti pranverës së Bankës Botërore, që përfshin 11 vende në zhvillim nga Azia Qendrore dhe Evropa Lindore. Të dhënat nga Banka Botërore referojnë se të ardhurat për frym në Shqipëri arritën afërsisht $8.500 në vitin 2023, por që të kalojnë në pragun e $14.000 me të cilën klasifikohen vendet me të ardhura të larta, na duhen afërsisht 2 dekada. Ndërsa për të arritur standardet e jetesës që BE-ja ka sot, na duhet më shumë se gjysmë shekulli, referojnë projekcione të tjera nga Bersh. Banka Botërore i ndan ekonomitë në 4 grupe të ardhurave, të ulta, të mesme të ulta, të mesme të larta dhe të larta, për disa arsye që lidhen drejt për drejt me mandatin e saj zhvillimor. Shqipëria aktualisht klasifikohet në grupin e vendeve me të ardhura të mesme të larta, ku janë shtetet që kanë të ardhura për frym $4.500 deri në $14.000 në vit, sipas kufive të rishikuara vitin e kaluar nga banka. Raporti i fundit tregon se vendet e rajonit të Evropës dhe Azisë Qendrore po përballen me sfida serioze në rrugën drejt arritjes së statusit të vendeve me të ardhura të larta, një objektiv që duket gjithmonë më i largët për shumë prej tyre. Vendet si Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia janë më afër këtij objektivi me parashikime që shkojnë deri në rreth 10 deri 18 vite për klasifikim në grupin e vendeve me të ardhura të larta. Për Shqipërinë, ky prag është rreth 20 vite, ndërsa për Maqedoninë e Veriut duhen pak vite më shumë.